Gjitha zhvillimet sot paga shumë në fakt nga kuvendi priten, apo edhe jashti. Në këto momente vijojmë pasqyrën e shtypit me një me gazetën Panorama dhe zhvillimin kryesor. Fondet publike, dosja Balluku, Berisha, 2.2 miliard euro abuzime. E kemi në këto momente edhe në ekran, pozicionoj më së miri dhe gazetën. Edhe njërë shumë shkurtimisht, fondet publike, dosja Balluku, Berisha ka deklaruar 2.2 miliard euro abuzime. Aferet korruptive, kreu opozitës Sali Berisha denoncoi dje se në dosjen e timorit të SPAK-u ndaj Belinda Ballukut janë 2.2 miliard euro abuzime me fondet publike. Gjatë mbledhjes grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha deklaroi se zëvendës kryeministria do të merret e pandehur vetëm për një aferë që shkon 1 milion euro sipas tij. Kjo ndodh pasi dosjet mbyllen në prokurorinë e posaçme, ndërsa hodhi dyshime për pagesa rishfeti. Në faqen 3 mund të lexoni, pra kjo është ajo pak a shumë çfarë ka thënë dyshimet apo edhe akuzat e Berishës se sipas tij dosjet në SPAK mbyllen edhe me rishfet. Eksperti refuzoi auditimin e punës së kryeministrit. Kreu i KLSH-s, pra i kontrollit lartë të shtetit, zbulon klimën e frikës në administrat. Krye kontrollori shehu, ekspertët duan një suport ndërkombëtar apo mbështetje ndërkombëtare. Shohim të tjera zhvillime të përndjekurit, kësti 5 emrat dhe vlera që përfiton secili. Dita e Jos greke, pse skujtohen 111 djemt nga veriu të rënë në frontin italo-grek në 1920, nga aurontare vjen ky material. Sulmi ndaj News 24 në tryezën e OSB-s, ambasadori Tarani kërkon garanci për mediat lira, Çupi flet për ndërhyrje politike. OSB-ja në alarm për lirinë e medias, drejtoresha e News 24, autoritetet ndërprejnë sinjalin dhe penguan gazetarët. Do të vjojmë në këto momente me botimin, pra që kanë të bëj me letrat, me botimin patjetër të një libri. Rovena Rozhani dhe mesazhet në sekret i fshehur në libra. Rubrika Histori dosier nga doktor Uran Butka mund të lexoni. Preferoj burgun e jo faljen. U mundova ta zhduk, por për njësia jo nuk është e thjesht. Çfarë tha Enveri për Musinen? Opinionet e ditës, dy janë ato që pasqyrojnë faqen e parë. Nga sociologu Gzim Tushi, mjeshtër i madh mund të lexoni. Dialekti dhe kultura në epokën e globalizmit. Dhe Irena Dragoti shkruan standardet e gruas shqiptare në politikë. Ishte gjithçka në gazetën Panorama, kjo ishte faqja e parë në numrin e kësaj të ende për datën 30 tetor të vitit 2025. Zhvendosim në gazetën Tema, është e radhës. Në foton kryesor, në fakt, janë Edi Rama dhe Sali Berisha. Vite më parë, le të themi, është shkrepur kjo foto, se ka ndodhur kjo ngjarje në kuvend, ku Sali Berisha ka qenë në foltorin e kuvendit edhe i është afruar shumë pranë Edi Rama. Jo më kot është përzgjedhur, do të shohë në këto momente edhe shkrimin që e shoqëron. Alianca e papritur, parlamenti i vogël që bashkon Ramën me Berishën dhe frika e partive të vogla, pra parlamenti i vogël, ajo dhoma e senatit që po përflitet gjatë këtyre ditëve si një ide që është hedhur. Pra alianca e papritur, parlamenti i vogël që bashkon Ramën me Berishën dhe frika e partive të vogla. Me senat e kërkon Berisha, me rreth 100 apo 101 deputete kërkon parlamentin Edi Rama. Letër porosia nga SBA, Ilir Meta shet kushëririn biznesmen të Monikës. Nëse ASH ka paguar lobimin për LSI-n, le të merret drejtësia. Më tha kanë frikë të auditoj punën e kryeministrit. Arben Shehu para deputetëve, punonjësi kontrollit lartë të shtetit u largua nga puna. Në Kosovë po thellojnë kontradiktat me serbët, por kosovarët mbështeten nga kroatët dhe slovenët që thonë leta filloje para Kosova, dokumenti i sigurimit për ngjarjet e 81-shit, pra 1981-shit, Enver Hoxha kishte dieni, por lexoni më tepër në faqet 10-11. Shumë tjera zhvillime nga gazetën Tema, jemi ende me këtë të përditshme, pse po kërkon opozita që Shqipëria të bëhet me senat. Antena brenda familjes muli në siklet nga kërkesa e Belerit për universitet. Berisha dhe deputetet e PD-s meritojnë të hidhen në koshin e plerave nëse i japin votën Ramës. Kemi në këto momente edhe opinionet e ditës nga Mero Bazë mund të lexoni, si mund të përfitoj Berisha nga shembulli i
Milorad Dodik. Ka dhe ty një zhvillim, do të marrim edhe pak më vonë më konkretisht. Lorenz Vangeli shkruan, Zeqi Landi i Ramës, Alb Dheu i Kurtit, e përgjithmonë Berisha në mes. Së fundmi nga veton suroj, ç'mund të kishte bërë Rama për Kosovën. Do ishin gjitha zhvillimet edhe në gazetën Tema, numri kësaj të enjte edhe në këtë të përditshme. Zhvendosim me gazetën Dita në këto momente. Gazeta Dita në fakt për atë opinion të Mirobazës, le të themi ka zhvillim kryesor, ka dhe një shpjegim edhe pak më të gjerë. E shohim kemi këto momente në ekran detaje dhe analizë. Dodik dhe non grata e Berishës. Jemi në këto momente, shohim konkretisht pra edhe njërë, Dodik dhe non grata e Berishës. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr nga lista e sanksioneve ish liderin e serbëve të Bosnjë Hercegovinës Milorad Dodik, lobonte që nga dhjetori. A mund të ndodhë njëjta gjë edhe me Berishën, pra që SBA-t t'i heqin non gratën? Ka dhe një tjetër pasazh zhvillimi kryesor. Ndryshe nga Dodik, Berisha është sankcionuar për minimin e demokracisë, shantazh ndaj sistemit gjyqësor dhe përfshirje në korrupsion madhor. A do ta këmbente heqjen nga lista e zezë me largimin nga politika? Detajt i lexoni në faqe 2 dhe 3, në fakt ka edhe detaje edhe një analizë në lidhje me këtë çështje. Ne shohim të tjera zhvillime, vjojmë me gazetën Dita. Kontrolli i shtetit. Pa kontroll mbi shtetin, shehu, institucionet po na pengojnë. Pra dhe njërë, kontrolli i shtetit, pa kontroll mbi shtetin, Arben Sheu ka deklaruar në Komision e Dije, institucionet po na pengojnë. Kreu i KLSH-s Arben Sheu ka deklaruar dje në kuvend, në kryesinë e kuvendit të komisionet parlamentare se institucionet shtetërore po pengojnë audituesit që të kryejnë punën e tyre, përfshirë pamundësinë e auditimit të punës së kryeministrit. Raporti, studimi alarmanti i KLSH-s, liçeni artificial me ndotje të rëndë nga 8 drejtime, probleme serioze nga ngordhja e gjallësave dhe ndotja e lartë nga shkarkimi i ujrave të zeza. Në brendësi të gazetës Dita mund të lexoni. Letra e një gjyqtari që ka shkaktuar tronditje për drogën nga uronëtare për djemt shqiptar të frontit italo-grek. Situata Kosovë, Albin Kurti i vetëm përballë të gjithëve. Zhvendosemi me rubrikën e shëndetit. Të kuptojmë sklerozën, cilat janë disa nga shenjat më të hershme. Diagnoza fillestare nuk është gjithmonë e lehtë, simptomat janë mjaft të përgjithshme. Çrregullimet, probleme me ekuilibrin, çfarë i shkakton? Më tepër lexoni në brendësi. Sëmundja kronike, kush mund të preket nga veshka diabetike? Këshilla, si të mos bëhemi të varur nga sheqeri. Dhe së fundmi për gazetën Dita, nga Adrian Thano, që është drejtori i kësaj gazete, mund të lexoni. Përpara se të ndërtojmë një mendje të re, ndoshta duhet kuptojmë më mirë këtë që tashmë kemi. Një reflektim mbi 2 shifra në kontrast të fortë. Inteligjenca artificiale dhe kutia jone e vogël prej eshtrash që ndryshon botën. 12 watt për të krijuar mendim, ndjenjë, kujtesë dhe vedije. 2.7 miliard për të imituar pa sukses. E lëm pas edhe gazetën Dita, këto fakt ishin patjetër, gjitha zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë në këtë të përditshme. Për këtë të enjte e vjojmë pasqyrën e shtypit me gazetën Telegraf. Është e radhës se më pas patjetër do të jemi edhe me Panorama Sport. Por shohim gazetën Telegraf me krye artikullin blokad për auditimet. E kemi në këto momente, pra edhe njërë, blokad për auditimet, institucionet fshehin dosjet e milionave të tenderave dhe të luksit. Institucionet dhe zyrtarët shtetëror në garë se kush tenderon dhe shpërdoron më shumë. Duart që hedhin firmat në institucione, kërkojnë që të zhdukin databazën me dosjet e milionave të tenderave dhe të luksit, duke i fshehur dhe duke hequr të drejtën ligjore audituesve të shtetit për të aksesuar të dhënat. Nga bashkit tek ministrit, pasuritë e shtetit në rrezik, ja lista e shkeljeve nga institucionet që nxjerr zbuluar administratën me pasuritë paregjistruara, borxhe të fshehura dhe abuzime që prekin çdo nivel të shtetit. Vjojmë Telegraf me pjesën e sipërme. Rama nga Parisi, arkitektura, ka fuqinë për ndryshime pozitive në Shqipëri, frymëzim për shoqërinë dhe të ardhmen e jetesës. Njohja e Kosovës, presidenti Bajram Begaj përshëndet njohjen e Kosovës nga Siria, mbështetje për paqen dhe stabilitetin apo qëndrueshmërinë në rajon. Mesazhet e skandalit
pasi u mori $80.000 hua, vëllai Frida Krifcës i kërkon edhe €300.000 me gjykat familjes Vrapi, dyshime për mashtrim. Energjia në offshore. Kompania që solli anijet në Vlorë e regjistruar offshore, vetëm emri është Accelerate. Jashtë të gjitha kompanitë e përfshira duan të bëjnë lëvizje të shpejta të parave që të humbin gjurmët. Cash dhe OST-ja blen $100 milion naft për tecet lundruese, ja historiku i vjedhjeve që në mos gaboj për vërtetës nuk u përdorën kur apo nuk u ndezën kur për energji. Aktualitet, Kreu KQZ-s Celi Bashi xhelozon diellën tender 180 milion për të numëruar votet e bashkive me inteligjencë artificiale. Ose Beodir ngre alarmin për varësinë e mediave nga qeveria. Eci mëtej mbetemi në Telegraf. Speciale nga avokata Arben Langozi, Genta Bungo, një avokate e popullit, që e urren popullin. Hipokrizia sistemit. Genta Bungo, ish kryetare famkeqe e Vetingut, kandidon për postin avokatit të popullit, një post që kërkon ndershmëri. Avokati i popullit duhet tek frika e burokratit dhe shpresa e qytetarit, cilësi që Genta Bungo i ka shkelur sistematikisht nga shkarkimet me listat e ato për hakmarrje politike në një vend normal, vetëm një njoftim se një kandidate për avokate populli është përgjuar nga shish për kërkim parash në këmbim të kalimit në vetting dhe korrupsion, do të mjaftonte për ta skualifikuar automatikisht. Dosja për Genta Bungon ekziston në SPAK dhe duhet hetuar, pasi si mund të përvajsoj qytetarët dikush që ka qenë pjesë e elitës që i shtyp ata. Denoncimet qytetare, Bungo është për në burg si hitleriane e Vetingut, shkatroi sistemin e drejtësisë, bazën e shtetit. Këto janë shëndrimet e avokatit Arben Langozi, keni mund të lexoni më tepër me detaj. Genta Bungo po është njëra prej kandidateve për avokate e populli. Heronjtë e Kosovës, Bashkim Koçi, kolonel Hysen Ymiri, ushtaraku që kishte stërvitur për luftë komandantin legjendar të UÇK-s Adem Jashari, ja rrëfimi dhe përjetimet e tij për çlirimin e Kosovës. Mozaik të aktualitet, mjekësi, çaj për veshkat, lëngu i qepës së kuqe për të mbetur shtatzën dhe vetit e shegës për kolesterolin dhe mbi peshën. Agron Kaja, delfinistja Liliana Busho, historia arte e notit Pogradecar me madhështin si modeli teknikës. Opinionet e ditës, Besiana Kadare, shkruan, mbrëmja historike kur Thaçi erdhi në shtëpinë tonë. Dhe nga Jovan Bizhyti keni mund t'i lexoni, shanset e humburat politikës shqiptare, dje dhe sot. Nga gazeta Telegraf do t'i hedhim një sy, duke marrë gjitha detajet gazetës Panorama Sport, shumë ndeshje në fakt gjatë ditës djeshme, që pasqyrojnë edhe sot mbi gjitha ato të kampionatit shqiptar apo dhe ekipi kombëtar. Shohim zhvillimin kryesor në këto momente. E kemi kryer artikullin. Shqipëria pret Anglin, tregu i zi glabëron biletat. Kuqezin do të luajnë sfidën e fundit në grup kundër 3 luanëve, ëndra mbetet botërori. Çmime të kripura për një vend në Air Albania, ultrasit mbeten jashtë. Kategoria superiore java 9 rezultatet. Ditën e djeshme, Flamurtari Vllaznia 1-0, Tirana Elbasani 1-4, Dinamo Partizani 2-0, Bylis i ka mundur Vorën të martën 2-1, Ignatia Teuta 1-0. Në kategorinë e parë, jemi me të martën, Apollonia Iliria 0-0, dje, Besa Kuksi 3-1, Luftëtari Laçi 0-0, Kastrioti Skënderbeu 3-2, Korabi Pogradeci 1-2, Bureli Lushnja 0-0. I rikthehemi në këto momente futbollit në vend me kategorinë superiore. Elbasani dhe Dinamo japin leksione futbolli, 2 kryeqytetase për vaki. Tirana dhe Partizani janë ato. Flamurtari merr triumfin e parë, Vllaznia bie në Vlorë dhe rrezikon krehun. Verdhe blut shkatrojnë Bardhe blut me 4 gola, Bordini drejt shkarkimit. Pra, Elbasani ka ftuar në Tiranë ndaj Tiranës 4-1. Ilirdaja knaqet nga spektakli, Kërnaja ishte rezultat i padrejt. Pra Dinamo ka mundur dje 2-0 Partizanin. Çudia, UEFA publikon raportin, Shqipëria ka tifozët më problematik, zhvendosemi tek Egnatia. Rogozhinasit kampionët zgjohen, Egnatia në ndjekje të titullit të tretë radhazi. Teuta
Yazgi humbën, por nuk është fundi i botës. Skënderbeu rrëzohet në krye me Skausit, kategoria e parë Besa merr fitoren e parë, Lushnja mbetet sterile dhe Pogradeci i treti. Formula 1 nga Heron 0, misteri i rënjes së Piastrit është Norris. Zhvillimet nga futbolli ndërkombëtar evropian ka pasur ndeshje edhe mbrëmjen e dieshme. Patjetër në Itali, Inter i kthehet tek fitoria, merr frymë edhe Juventus. Inter Fiorentina 3-0, Juventus Udinese 3-1. Angli, Max Liverpooli turpërohet edhe në Carabao Cup. Liverpool Crystal Palace është mbyllur 0-3. Në Spanjë, Barça humbet edhe Pedrin, Vini pra Vinicius Junior kërkon falje. Në Gjermani, bavarezët të pamëshirshmit e Europës mbrëm kanë fituar në kupë pra Bayern ndaj Kölnit 4-1 në mos gaboj, dhe çdo ndeshje zyrtare që ka luajtur Bayern një minutë ka fituar pa toleruar fare. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, zhvendosim këto momente me njëherë dhe me shumë interes patjetër për të marrë edhe zhvillimet më të rëndësishme online. Do ta bëjmë diçka të tillë së pari me shqiptarja.com. Është faqen zyrtare në internet dhe zhvillimin që ka të bëjë me arenën ndërkombëtare, me takimin e presidentëve të SBA-s dhe të Kinës, sapo është përditësuar e kemi si zhvillim kryesor edhe në shqiptarja.com, por do ta marrim edhe në mediat italiane kryesisht e jo vetëm. Trump dhe Xi apo Xi, le të themi shqiptimi, për gjithë ata që njohin gjuhën kineze ndjes, por Trump dhe Xi, po e them, rreth 2 orë takim, shefi i shtëpisë së bardhë, kemi një marrëveshje në nënshkrim i afër. Në prill shkoj në Kinë. UI dhe tarifa doganore me 10%, ndoshta UI gjithsesi ose mund të jetë edhe një platformë tjetër, por në foto janë Donald Trump dhe Xi Jinping. Është rubrika minut pas minute me zhvillimet kryesore shkurtimisht dhe që patjetër duke vizituar në brendësi i lexoni më të plota. Editorial, shënim, pra qendrim redaksional i shqiptarja.com. Shënim, dosjet në SPAK mbyllen kundrejt ryshfeteve, kjo është pyetja, apo kjo është ajo që tha gjatë ditës djeshme Sali Berisha. Shumë e rëndë nëse SPAK nuk bën kallëzim penal ndaj Berishës për shpifje, e vërteta na intereson të gjithë. Ky është shënimi editoriali. Nëse nuk e bëjnë, nuk do të tregojnë më superior, do të tregojnë ose do të lënë të besohet se Sali Berisha ka të drejtë, dhe kjo është e papranueshme dhe e padurueshme për çdo qytetar të këtij vendi. Keni mundësi që këtë shënim të editorial ta lexoni në brendësi patjetër duke vizituar shqiptarja.com. Politik, raporti i Venecias që do të përdorë Erion Velia në gjykatën kushtetuese. Jordan Daci ka deklaruar, konvergon 100% me mbrojtjen tonë. Vendimi i gjykatës jetik për autonominë e pushtetit vendor. Shohim në foto, është një moment nga emisioni Repolitics dhe foton nga raporti i Komisionit Venecias. Nesër prap është parashikuar që të jetë edhe personalisht në gjykatën kushtetuese Erion Veliaj. Po nga politika, Rama në Paris, pritet nga Macron në Pallatin Elysee, takim kok më kok me presidentin francez, shoqërohet edhe me një foto. Këto ishin zhvillimet kryesore në shqiptarja.com, faqja jonë zyrtare në internet. Zhvendosem jetë si mëtej e vjojmë pasqyrën e shtypit, sepse edhe ky moment ka të bëjë me pasqyrën e shtypit, le të themi me zhvillimet kryesore, jo thjesht të ditës, por edhe të momentit. Kalojmë pak në kohën ditore. Në këto momente do të presim pak çaste, po jemi zhvillimi kryesor ka të bëjë megjithëse në fakt është një zhvillim i ditës djeshme, jo i orëve të vona, shumë i rëndësishëm. Dhe lajm kryesor në kohën ditore është Siria njeh Kosovën, ku në foto është edhe presidentja Vjosa Osmani. Pra Siria njeh Kosovën, vendi 120 në mos gaboj. Kurti pritet nga Macron në pallatin presidencial. Ofertë për transmetim të materialeve, balotazhi i zgjedhjeve në KQZ, u druhen zgjedhjeve të reja, shumë zgjedhje ka bërë Kosova, ndoshta mund të ketë edhe zgjedhje të reja parlamentare. Për zgjedhjet lokale, kryetarët në veri me dilema nëse duhen dorëzuar dokumentet e ndjeshme tek serbët. Nga 14 komisione, vetëvendosja pritet kryesoj me 6, PDK-ja me 3, LDK-ja me 2. Bartë mbi 200 apo kishte mbi 200 kg substancë narkotike në kamion, arrestohet një person në Prishtinë. Por zhvillim kryesor në kohën ditore është që Siria njeh Kosovën. Kalojmë në këto momente në Corriere della Sera, më pas në La Repubblica, në fakt. Dhe zhvillimi kryesor në Corriere della Sera edhe në La Repubblica patjetër ka të bëjë me takimin e presidentëve të Amerikës edhe të Kinës. Mirë, do shohim në këto momente, kemi në ekran, janë edhe këto
reklamat online, pra që dalin her pas here në mediat online që ne shfletojmë. Në foto, shtrëngimi duarve Donald Trump, Xi Jinping. Shëbakin 2 orë takim pra mes dy presidentëve. Trump ka deklaruar kemi një marrëveshje apo një akord ekonomik me Xi dhe së shpejti do të jetë firma dhe po ashtu Donald Trump ka deklaruar se do të punojmë së bashku edhe në lidhje me luftën në Ukrainë. Ky është zhvillimi kryesor edhe i minutave të fundit mund të themi pa tjetër pra në lidhje me arenën ndërkombëtare, ky takim i rëndësishëm i presidentit Shëbave me atë kineze. Në fakt ka disa ditë që Donald Trump është në një tur takimesh dhe vizitash në Azi. Kalojmë pak në La Repubblica, edhe në La Repubblica po edhe në CNN, ky është zhvillimi kryesor takimi i dy presidentëve, por do të shohim në fakt që të marrim edhe detaje tjera, ndoshta edhe nga situata në lindjen e mesme. Mirë, në plan të parë, ky është zhvillimi, jo më kot e përmenda, pra takimi, buzëqeshje dhe shtrëngim duarsh, 2 orë takim kok më kok mes presidentit Amerikan Donald Trump dhe kinez Xi Jinping dhe shefi i shtëpisë së bardhë ka deklaruar që ishte një sukses i madh pra edhe ky takim. Po ashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkurtojnë le të themi taksimet ndaj Kinës me 10% dhe kanë deklaruar se do të punojnë së bashku edhe në lidhje me Ukrainën. Okej, atëherë sa i përket Ukrainë-Rusi luftës, presidenti Shëbave ka deklaruar që do të nisim që të testojmë edhe armët bërthamore. Zhvillime të rëndësishme. Në La Repubblica shumë shkurtimisht e shfletojmë, pra le të themi zhvendosemi për të kuptuar nëse ka dhe diçka nga lindja e mesme. Tek Juventusi Spalletti ka arritur akordin sot firma për trajnerin e ri. Ndeshjet e seriosare që luajtur mbrëmjen e dieshme mund t'i lexoni. Kemi në fakt një reportazh nga situata në lindjen e mesme. Linja e verdhë në Gaza dhe udhëtimi një personazhi pra mes qetësisë dhe rënojave. Intervista Al-Thani ka deklaruar Hamasi të respektoj paktet dhe i ka bërë mbi Izraelit që mjaft me torturat dhe të burgosurit. Vazhdon edhe armëpushimi, por ka pasur edhe bombardime ku fatkeqësisht ka humbur jetën edhe fëmijë. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe në arenën ndërkombëtare. I morëm në Corriere della Sera, La Repubblica, por zhvillimin kryesor i keni edhe në shqiptare.com, faqen zyrtare në internet. Kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit për ditën e sotme. Në këtë moment rikthejmë në vëmendje shkurtimisht por me interes. Çfarë shkruaj në shtypin e ditës si sot 31 vite më parë? Jemi në studio dhe do të shohim. Ka 30 tetori vitit 1994 që ne kemi arkivën tonë edhe kemi 4 gazeta pra nga shtypi i asaj kohe, botime patjetër që kanë qenë thuajse të përditshme me përjashtim të ditës së hënë. E diel 30 tetor 1994 kemi në këto momente gazetën shqiptare. E shfletojmë faqen e parë, e kemi në ekran. Komisioni qendror të zbatohet ligji, vazhdojnë mitingjet por mbeten vështirësitë. Ende pa fiksuar drejtuesit e qendrave lokale. Në foto Pallati i Kongreseve. Kolera, vdekja vazhdon. Shtrimet reja nga Kavaja dhe kryeqyteti Tiranë, viktima e 15. Ishte një plak 75 vjeçar, tani është rënë edhe i biri. Frikë në qytetin Studenti, por ishte vetëm gastroenterit. Mblidhen para për spitalet, garë solidariteti mes tregtarëve kundër vibrionit. Durrës, lë portin anije ngarkuar me pesticide, përfundon Odiseja pas 3 vjet pritjeje. Shohim të tjera zhvillime, aksident, 2 të rinj digjen brenda makinë, Shkodër, ngjarje e rëndë, po në Shkodër prezantohet libri i Lapira. Sot zgjidhet Miss 94. Në këtë foto është Valbona Selimllari, Miss Shqipëria e parë. Ecim në të tjera zhvillime, në brëndësi, jemi gjithmonë me gazetën shqiptare. Rasti 6 i kolerës në kryeqendrën puljeze, mënyrat e mirëmbajtjes së pallateve.
dhe zemërimi i Dedës ndaj Fest 94, absurde, kënga duhej të fitonte. Këto ishin gjitha zhvillimet, edhe rubrika në fakt blej dhe shes, që ishte një rubrike përditshme këtu e 31 vite më parë në Gazetën Shqiptare. Përfunduam me Gazetën Shqiptare, e lëm pas dhe zhvendosemi me Koha Jon. Do të shohim së pari zhvillim kryesor në Koha Jon. Jemi dhe në Gazetën Koha Jon me numrin e së dielës për datën 30 tetor të vitit 1994. 550.000 flet votimi, më tepër për referendumin. 450.000 vota pro mjaftojnë për të miratuar kushtetutën, mungojnë më tepër se 3.000 vula. Ne do të zhvendosemi pak më vonë edhe në RD dhe ZP, por referendumi për kushtetutën ishte çështja kryesore e atyre ditëve. Fushata për referendumin po shoqërohet me akte tipike fashiste, komunikat shtypi e Aleancës Demokratike, emisarët e PD kërkojnë ndihmën në Maqedoni për kushtetutën. Kishte dhënë dorëheqje një ditë më parë. Ministri i Jashtëm polak erdhi në Tiranë, shefi i diplomacisë polake akuzohet për korrupsion. Gjendet e mbytur në plazhin e Durrësit një ditë më parë i zhgrindur me bashkëshortin, varroset pa u njoftuar familja dhe të afërmit e saj. Berat referendum nën sonatën e kolerës, 239 persona të shtruar gjatë tetorit, vibrion jeltor vazhdon të godas qetësisht, Maqedonia në raundin e dytë të zgjedhjeve vazhdon gara për në parlament. Këto ishin zhvillimet kryesore në Gazetën Koha Jon, pra në numrin e 30 tetorit të vitit 1994. Kalojmë këto momente në botimet politike dhe do të jemi me rilindjen demokratike. Botimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. E theksoj edhe njërë PD ka qenë në pushtet, Berisha president, në opozit ka qenë Partia Socialiste. Edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Selami. Edhe Leskoviku, Kolonja, Korças, Riku, Peqini bashkohen me pon për kushtetutën. Në këtë foto është foto e ditës, korçarët në mbështetjen e tyre të fuqishme pro kushtetutës. Presidenti i Republikës Ali Berisha në Leskovik, Kolonjë dhe Korçë. Shoqërohet me këtë foto, është në foto edhe zoti Berisha. Kryetari PDSH-s Eduard Selami dhe sekretari i përgjithshëm Tritan Shehu në Cerik dhe Peqin. Pra çfarë ndodhte? Drejtues të Partisë Demokratike, përfundojmë edhe rilindjen demokratike, shumë shkurtimisht së fundmi dhe zërin e popullit. Drejtues të Partisë Demokratike apo edhe të qeverisë ishin pro miratimit kushtetutës apo projekt kushtetutës me referendum edhe presidenti dhe kishte mitingje, le të themi pro kushtetutës, nga ana tjetër Partia Socialiste organizon dhe takime kundër kushtetutës së vitit 94. Jemi në këto momente me zërin e popullit. E kemi në ekran, e shohim edhe në këtë mënyrë, më 6 nëntor do t'i thuhet jo arbitraritetit dhe dhunës politike. Kushtetuta nuk bëhet siç u bë tufuzimi baktive, por duke mirë, ndjes, do të rikthejmë edhe me njëherë në fakt zërin e popullit, e kemi në këto momente. Kushtetuta nuk bëhet siç u bë tufuzimi baktive, por duke ulur dhe diskutuar në tavolinat e parlamentit. PD-ja si argument përdor grupet e paguara të rrugaçve politik në mbrojtjen e forcave të rendit. Zoti president lëri mitingjet dhe shiko rendin, rrugaçët po dalin nga kontrolli. Mitingje entuziaste të Partisë Socialiste në Krutje, në Fier, në Vlorë, Delvin Sarand, kush përpiqet të sabotoj mitingjet e socialistëve. Korçë, dështimi plot i Sali Berishës në Korçë, i treti për PD-n gjatë fushatës elektorale për projekt kushtetutën. Këto ishin edhe zhvillimet në zërin e popullit dhe kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit në fakt. Si sot 31 vite më parë, numri i së dielës për datën 30 tetor të vitit 1994, pra atëherë ka rastisur ditë e diel. Në këto momente kalojmë në pak publicitet, shumë shkurtimisht rikthehemi më njëherë për të vjuar me shtypin ditës dhe jo.